Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut paralajmëron se nuk ka ndryshim kursi nga Unioni për anëtarësimin e vendit. Pas interesimit të mediave, Mihalis Rokas sqaron se dokumenti gjermano-francez shpjegon në detaje procesin e negociatave, por në vetvete nuk do të mundsojë që Maqedonia të fillojë të hap klaster. So to me, the way that I read it, and I'm not the expert to interpret others' papers, is that sipas meje, mënyra se si e shoh atë non-paper, nuk jam ekspert për interpretimin e dokumenteve të tilla, është se duhet të miratonin ndryshimet kushtetuese, sepse kjo është korniza negociuese miratuar në vitin 2022 dhe minjëherë do të shkohet në konferencën e dytë ndërqeveritare dhe të fillojmë negociatat. Atëherë jam i bindur se Maqedonia e Veriut do të mund të hapë dhe mbyll kapituj shumë shpejt në varësi të reformave që janë në zhvillim dhe që po zbatohen. Provided that the reforms which are ongoing, they are implemented. Deklaroi Mihalis Rokas. Deputetja e BDI-s, Rina Hajdari, ka pranuar se ligji për provimin e jurisprudencës i miratuar në vitin 2019 nuk është i harmonizuar me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kjo sipas saj bëri që provimi të mos mundsohej në gjuhën shqipe. Gjatë një interviste në Alsat e pyetur sepse deputetët e BDI-s e votuan ligjin pa kërkuar amendamente që do të garantonin zhvillimin dhe provimin edhe në gjuhën shqipe, Hajdari tha se në atë periudhë nuk ka qenë deputete dhe nuk është në dieni të rrethanave në të cilat është votuar ligji. Të gjitha ligjet është dashur të harmonizohen me ligjin për përdorimin e gjuhëve dhe kjo është një gjë të cilën ne pranojmë që për një vit është dashur të gjitha të harmonizohen dhe për arsye të ndryshme këto nuk janë bërë, megjithatë është dashur të bëhet një gjë e tillë. Bashkimi Demokratik për Integrim ngre alarmin për atë që cilëson si një rast serioz të dyshuar korrupsioni në komunën e Çajirit. Sipas opozitares shqiptare në Maqedoninë e Veriut, dokumentet e siguruara hedhin dyshime të forta mbi mënyrën e shpenzimit të mjeteve publike pasi një kompani e themeluar në vitin 2024 ka përfituar kontrata me një vlerë 3.4 milion euro. BDI kërkon hetim urgjent nga organet kompetente dhe paralajmëron se do të informojë institucionet europiane për dyshimet e korrupsionit, funksionimin selektiv të institucioneve dhe sipas saj zhbërjen e mekanizmave që burojnë nga marrëveshja e orit. Prandaj BDI kërkon nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, enti shtetëror i revizionit dhe Prokuroria Publike që minjëherë të verifikojnë të gjitha rrethanat që lidhen me këto kontrata dhe t'i bëjnë publike gjetjet e tyre. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Europa Juglindore po përballet me trekëndshën e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Paralajmërimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore, CCP të mbajtur në Sofi në kryesimin bullgar. Amer Kapetanović tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, CCP ndihmoi në rikthimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanović. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave venditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.